الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Padyshim se kur njeri ndalet dhe mendon rreth Allahu subhanahu wa taala, rreth këtij krijuesi madhështor, kur ndalet edhe mendon thellë rreth fesë Allahu subhanahu wa taala, urtësive madhështore të Allahu subhanahu wa taala, kur ndalet edhe mendon thellë rreth premtimit, mirëpo edhe kërcënimit të tij subhanahu wa taala, padyshim se gjitha këto do të bëjnë që ai të mos guxojë ta kundërshtojë Allahun subhanahu wa taala. Këto do të bëjnë që ai të jetë më afër bindjes ndaj tij subhanahu wa taala. Do të bëjnë që ai të frikohet më shumë nga mosbindja ndaj tij dhe të jetë sa më larg kësaj. Ashtu siç na tregon Allahu në Kur'an dhe thotë: "Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa." Dhe kushdo që i friksohet madhështisë dhe autoritetit të Zotit të vet, wa naha an-nafsa 'anil hawa, edhe e ndalon veten e vet nga epshet e ndaluara, fa innal jannata hiya al-ma'wa. Atëherë padyshim se xheneti do të jetë vend strehimi i tij. Por ky njeri është i tillë që në zemrën e tij ka respekt dhe madhërim ndaj Allahu subhanahu wa taala, ka frikë prej Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo pastaj, siç po tregon Allahu në Kur'an, e çon gradualisht drejt xheneteve të tij subhanahu wa taala, drejt këtij vend strehimi madhështor. Por ky njeri me zemrën e vet e respekton dhe madhëron Allahun, e di se është në mbikëqyrjen e Allahu subhanahu wa taala, e din se nuk mund të dalë jashta pushtetit dhe sundimit të Allahut subhanahu wa taala. Andaj pikërisht kjo frikë prej Allahut subhanahu wa taala bën që ai patjetër në zemrën e tij të ketë për ulje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe padyshim se sa më shumë që njeriu e sjell ndërmend këtë dhe ja kujton vetes, do të ketë më shumë frikë prej Allahut subhanahu wa taala, do të jetë më i përulur ndaj tij. Mirpo në disa momente ndodh që kjo ndjenjë të largohet nga zemra e tij apo të zbehet brenda zemrës së tij, dhe kjo vjen si rezultat i shkujdesjes në raport me atë se Allahu e sheh dhe Allahu e ka nën kontroll. Ky ishte interpretimi i parë i ajetit, ndërsa interpretimi i dytë që kanë përmendur dietarët e tefsirit është se wa amma man khafa maqama rabbih, kanë thënë qëllimi është kurdo që i friksohet qëndrimit para Allahu subhanahu wa taala në ditën e Kiametit për të dhënë llogari. Ajeti i përfshin dyja këto, madje mund të themi se e dyta nuk mund të realizohet, jetësohet pa të parën. E para e cila ishte se ti ta dish se je në mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala, andaj patjetër duhet ta marrësh veten llogari dhe të kesh kujdes. Kur muslimani edukon veten me këtë edukat madhështore, pra kur e ndjen në vetvete madhështinë e Allahut subhanahu wa taala, atë padyshim se do t'i kryejë obligimet, do të largohet nga haramet. Pa më parasysh në çfarë gjendje është, ai do ta di se është në mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala, dhe në asnjë gjendje nuk ja lejon vetes që t'i bindet epsheve të tij. Për arsye Allahu tha: "Wa naha an-nafsa 'anil hawa", edhe e ndalon veten nga epshet. Do të zbraps e frenon veten nga bërja harameve. Pra triumfon ndaj nefsit të tij i cili e urdhëron për keq. Padyshim që kjo është fitoria më e madhe. Transmetohet nga Sehli rahimahullah të këtë thënë: "Tarkul hawa miftahul janna". Braktisja e epsheve është çelësi i xhenetit. Pastaj tha li qawlihi azza wa jall, për shkak fjalës së Allahut: "Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa." Kushdo që i friksohet qëndrimit para Zotit të vet dhe e ndalon veten nga epshet, atëherë vend strehimi i tij do të jetë xheneti. Ndërsa Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu thoshte: "Antum fi zamanin yaqudu al-haqqu al-hawa." Thotë ju tani jeni në një kohë kur e vërteta haku i udhëheq dëshirat dhe teket pasionet e njerëzve. Pastaj tha: "Wa sayati zamanun yaqudu al-hawa al-haqqa." Pastaj do të vijë një kohë kur epshet, pasionet do ta udhëheqin dhe do ta tërheqin të vërtetën. Pastaj tha: "Fa na'udhu billahi min dhalika az-zaman." Allahu na ruaj nga arritja e asaj kohe. Realisht njerëz të devotshëm, njerëz të pastër, njerëz të lirë, pozitat e tyre madhështore, pozitat e tyre të larta, pikërisht i kanë arritur kur e kanë kundërshtuar epshin dhe nefsin e tyre. Kur e kanë arritur këtë pozitë për cilën po na tregon Allahu subhanahu wa taala, dhe i kanë prekur për së afërt i kuptimet dhe realitetet e saj. Pra, kur ata vazhdimisht e kanë madhruar Allahun subhanahu wa taala, Zotin e tyre dhe krijuesin e tyre, kanë qenë vazhdimisht në bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala, në adhurim ndaj tij dhe larg harameve.
Mirë po, a do thot kjo që njeriu asnjëherë të mos nxitet dhe joshet nga shejtani? Padyshim që jo. Mirë po, siç tregon Allahu, innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru. Vërtet se ata që e kanë frikë Allahun subhanahu wa taala, kur I prek ndonjë cytje nga djalli, tadhakkaru, e kujtojnë, I thrasin mendjes e kujtojnë Allahun subhanahu wa taala. Fa idha hum mubsirun, dhe menjëherë ju qartësohet rruga e vërtet, rruga e drejtë, se çfarë është e saktë, çfarë është e kotë, e pavërtet. Pra menjëherë kujtojnë Allahun subhanahu wa taala, nuk lejojnë që të zhyten edhe me tej në atë gjuna apo shkujdesje. Dhe kështu vazhdojnë pastaj tër jetën e frikë prej Allahu subhanahu wa taala. E ne lutim Allahun subhanahu wa taala të na bëj prej tyre. Walhamdulillahi rabbil alamin.